Këtu ka pasur një ankesë për kopje të fletvotimeve. Ndodhemi këtu në fshatin Sallagrosht të Suharekës, më saktësisht në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që sot është qendër e votimit. Këtu ka pasur një ankesë për kopje të fletvotimeve. Zëdhënësi për rajonin e Prizrenit, zëdhënësi policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, tha për Kallëzopicom se një person është duke u intervistuar në cilësinë e dëshmitarit në lidhje me ankesën se ka pasur kopje të fletvotimeve pikërisht në këtë shkollë. Mirë po, drejtori i shkollës Bafti Gashi nuk pranoi të flasë para kamerës, ndërsa zyrtari ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për Suharek, Skënder Qelaj, tha se nuk kanë informacion në lidhje me këtë çështje. Sidoqoftë, gjatë kësaj kohe në rajonin e Prizrenit, përfshirë këtu edhe Suharekën, situata ka qenë e qetë, nuk janë raportuar incidente sipas policisë së Kosovës. Numri i qytetarëve që kanë dalur të votojnë në këtë qendër të votimit deri tani është rreth 650 persona, ndërkaq përgjithsisht në Suharek nga mbi 70.000 persona të cilët kanë të drejtë vote deri më tani deri në orën 3, pra kanë shfrytzuar të drejtën e votës mbi 17.000 persona.